O e turp, kur dili pas qyr, kur thoni këto. Nuk u vjen turp. Po hajde pra, shkojmë lushit të dy dhe të shikojmë se qa strukture ke. Kaq. Turp. Sepse po të kishit një fije të cipe, thoshit, u boku po e pas kam lashët e cin. Si rika mu këtu. O bo. Hajde pra lushe shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti të japësh televizit televizive, sepse lushnjat e din mirë se ku rrin atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje, nuk mere më përsipër. Dakorta? Ajo e anestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e gjiste njëri aparatin. Oj, beo e deruar, oj, kuptoti që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, gjoj këtu, frigorifer për të majt insulinën. E dje më ja, se ka skadur 20 herë, dhe të blen vete, dhe akoma nuk përshërojt, qoj pra në Tiranë. A i diti se i ministrë tjetër e gjoj prezent, ta të regoj dhe të ministri, po për efekt, merë ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte Tiranë, një ishte në Fjerë, po vdiste kërë e botës restoran. Nuk vjen pra. Kujtë të regoni ju këto, revisa televiziva, nuk e i turp, po lushet hanë mikë nga kam, në sut. Ska zgja është kafshëri, është batërti që vatër infekcioni. Ka në qdo murë, do qatër për të hyrë. Kujtë të regoni ju, po si shikoj një pasqysh që i dili kalamajve tu, po keni të bërë me jetë njerëzish. Kjo të shmenduri. Po keni tjetër ti. Një nga Korça sot që do të bëj, e ta them dhe emri, Dhimit të Qenimi që shkrua një gazetar sot, ka nevoj për aparat DSA spinale, që sot e ka pajisje po për 2 vjetës nuk e vend funksion. Turp! Por keni pa njëzën ekologjikë, orë keni qenë njëherë ju atje si ven njëzë rrinë, orë keni pas të jetë smurju, po si ka mundësi se s'vas ministrët e ju gjithë rakordoni fonde për të qurja shtetit, pse nuk e bëri të kjo meksia jonë? Po turp për ta dializë, po pse do t'i ki lushjarë që konfirmon me zërin ta këtu ti, që 52 lushjarë i ki një asë lushje për në marë shqipim dializë, kur ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën aty? Nuk e turp? Asi lek s'marri. Lem punën prindrit e tyre, lem punën njerëzit e tyre, djemë të vajzat, lem punën për t'i qunë fjerë, edhe diti më të keqe që apet atje fjerë ka vedhë 3 fermjerë. Turp të dializa, ati privatit. Haram lek të shqiptarve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për të freskur ujtë që dun aparaturat atje. Ti të rëkonë më dializën. 52 lushjarë. A pagujnë taksa këta janë njerës ta. Pse më privatit vita bëjnë lushje, me që i pasi ka ishtë bukra të mjetër. Lushje ta bëjnë për 52 veta. Me 2 fermjerë lushjarë. Turp! Tregoni ju spitalet ne. Me më vdesi njerëzit, 90% telefonatave unë i ka me spitale. Për spitale 90% telefonatave. Tregoni lushin oksigjen e për e tani të shkurti. Po të dole pra një narë që tash nuk ka asni që fikë zjarën atje. E ti shkole nga mrabe bere, po shtur pra. Po si ku të zonë del këtu i herë dhe thu, na tregoni visa televizivë, si ku të zoni? Ku që tregoni i lachet, lekshë për i blerë vetë njerëzit vetë? Analizën konfirmojë për 20 ditësh. 20 ditë, për një më janë 3 ditë. Me mikë, ku vete sa i mirë atje do t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoj një rast tim tani se kisha thënë se kisha bërë në herë. Politikë, po ta them. Ka pasi humjet madhe, njerëzore, brenda familjes. Dakor? Një muaj gjysmë për para i merë urgjencë në shkollë që i bje të fikt. Urgjencë lushjes. I mbasi tensionin, i bjene e këgës, thot ikë se s'ke gjë. Për një eko vdish. Për një eko. Kaq. Sepse po t'ishte konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe i 38 vjeç, do kështë shpëtur. E për kaq dishtë. Për kaq. Sepse kur mora uqirisë e shtatë më përgjishë Tirana. A e që të soti. O jam deputeti, kam i rast. 30 qapë vdes. Durora të marrë lushe, të telefon. Që s'kjo mëre? Du të marrë Tirana të marrë lushe në marrë i muat më gjeku jam. Në lushe, që me dung fungi bje për 10 herë lushe se anë i barë për 3 minuta. Me dung fungën e plerave. Ju të regoni shëndetësit? Po ju keni që kafsh. Kur të mereq me jetën e njerëzve, në spati do të kesh dinë shuri, ti jesh ministër. Po nuk mundën bërë.
Po nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet më burr. Nuk mundet, të shmik që të mash një smur me kancer në spital. Du të shkruj ty të them që nuk kam nevoj për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruj. Për këta. Po pra që shpëtojmë jetë. Jetë për jetë. Pse për qa po flasim në sot? Për qa po flasim në sot? Dhe ti më thua dokra më... Po ne s'kemi asgjë, nuk kemi asgjë, nuk kemi ascensor, më orë vesh pediatrin kat 4. Do të flas unë, pse më do të flas unë që të rregullohet ascensorit paguajnë lek spitali Lushës? Pse më prindit do ta bëjmë me radhë nga 2 katën, 4 katë pediatrit? Po keni qenë në pediatri, unë kam çu fëmijën tim. Ora kanë shkuar infermierët me mbaj ilaçin farmacinë natën, vetëm se nuk tregonin dot që s'kishte, se ishte djali i deputetit i imi, po tjerët. Po tjerët, more. Unë e maroj hallat e mia, unë dhe gjithë ju këtu i maroni hallat e juja. Edhe për tjerë. Po nuk njohën deputetit, çfarë do bëjnë njerëzit? Çfarë do bëjnë njerëzit po nuk njohën deputetit, çfarë do bëjnë? Se janë mes katë rrugëve. Vetëm i gjerë ku marrë spital, apo i ke vetëm për spital. Pse më duhet të jetë spitali Lushës që na bëre kaq, po mati me gjithë ata spitale qeronal, ato shifra. Me ato shifrat e tuja, a ka më shumë se shumë spitale të tjera ronal? Pse nuk e kemi ne shansin të shumë me spitale ronal që ka qenë Lushja dikur? 12+1. Pyetë doktor Tritani, dhe nuk është e vërtetë që kontinet i ke parë në 90-s. Asnjë s'është e vërtetë. 2 kontinet që ndohen si pediatrin, si kirurgji, këte që u pësot e ke 2007-s. Por i konstrukton më të rend, i ke lërë ato më të vjetët pa bërë. Kujt i tregoni më burr? Pa hajde më burr atje shikoni skaneri ku bëhet sot skaneri. Hajde shikoj morgun. Rrjesin njerëz aty mbrapa. Se është kafshërisë ferr. Po keni parë ambulancët e Lushës? Ha më flisni. Po hajde më shikojni. Ambulancat e Lushës. Shërbimin, ku natë im kur vdiq, deti 1 orë e gjysmë për të marrë i drejtori para aktiv, për të marrë gjenazen nga rruga. Ama se rritë drejtori, gjithë jeni të shpital, 1 orë e gjysmë, rritë gjenazen të shpisë nuk vitë ambulancët a merte. Që ta qonë të në morë, ku natë im. Po tjerët, more. E ju të regoni me iksit? O do të bëni këtë vend, po të pati rëkoni falje, i thoni, o mikë, Lushe që ka patër di, po hajtë shikoj se s'është fajot, se nuk e ti që të lëndhjetër aty. Po të regosh mua t'i vit pishilat. Se si puna sa u Gerta më nëse një dhe, pse po qa punojnë ne? Po qa punojnë o Gerta? Po qa punojnë e vici? Po qa punojnë Lirbejta? Po të vjedhur? Ja për këta punoni. Për të lidhë kontrata me privat, për të qurë njëzën e privatët. Nga kardiokirurgjia, neurokirurgjia, tjerë me radhë. Se ajtë se këtu ka infekcion të regullohet atje, do 8.000 euro. Pse do të bëj bypass kur mund ta bëj Tirana? Pse? Pse more? Pse do të vej atje t'ja bëj pas dite? Ke spitali X apo Y? Pse? Ne themi kemi shëndetësi falas, nuk është e vërtetë që kemi falas. Paguhet më shumë. Ju dini sa mira njerëz vrat me Covidin, vrat. A paguan njerëzit i mësoj kush ka ju lek t'i ilaçe që blen njerëz me Covidin? Morë kredi me nga 4-5 milion lek, po çfarë po flisi gjuna? Ju po tallën me këtë njerëz. Dhe mua, sot, me që kujtove komikun parlamentar, ma kujtove dhe një tjetër, një karakat slak këtu mrapa, dhe i pa shtylla si i kishte. Unë sot vetët e spitalit i Lushës dhe të presë, dhe të kërkosh falit gjithë dhe atyre që janë shtruar atje, të japësh fjallës si përveç godinës qëndrore, të rishikosh statusin e spitalit Lushës, të japësh lekët shtesë, shoferave të ambulancës s'kanë guxim të flasin, më heqës patologistët nga puna, po të qosh njerëz që bëjnë detyrën, dhe stafi mjekësor, nota 10. Nota 10, mjekët dhe infermierët. Pse? Se në ato kushte asë kote në verit nuk është vizituar. Nota 10 se majnë përgjithsin, bëjnë një vizit pa aparate. I ka falë Raiffeisen Bank, e kuptoni ku erdhëm, vjen ministri dhe inauguron një aparatur të falu nga Raiffeisen, se nuk pas ka 30.000 euro me pagu shteti, po shteti pas ka falimentur. Ka falimentuar. Qa të regoni për spitalet?
Po mirë, pyetini njerëz, më shkoni te spitali bëjmë një sy sot njerëzit. Shkojmë në gjithë spitalet. E keni si ka qendra shëndetësore ambulant brenda shkollës. Po e ke dhe komshë dhe qendra ambulantore me i vend. S'ka rrjetë energji elektrike, asuj qendra shëndetësore 2 me 2. Pse flisim më burë dhe? Kërkoni falje atyre heronjve atje, mjekve, infirmierëve dhe njerë. Pa tjetë më në presin ata, rrinë shikojnë kështu se mos bërtet, kur desë robi se mos bërtet deputete për tjetë, jo mos e kim me tane. Nuk e kim me tane, e dini që më shumë nuk punoj, e dini që aparati grafie, se theti këtu të bëj aparat grafie. E di që aparati grafie kiti akoma me plak, do të dali fotografi, dale, pritë se duhet se të lahet. Edhe nuk duket, asë roba më kafsh. Po e pa një këta mjekët që janë tu atë të konstatoj broko plomëni ftovin, po nuk di që të them. Hale më hale. Uaj nuk i keni pa po fjonet apo jo si janë. Po flesin janë se për të mirën e këtyre njerëzve po flasin. Se gjithë shpitone kanë tërgullur dhe unë e kanë tërgullur. Po jo njerëzit më burë. Po pse më të majtë deputetit që janë urgjenca 127-a? Po lërë mërë 2 patronazhistë që i njovi lusha ata din, e kam heqë po jo të balë dhe syrit unë. Ka kam kushurit 7, sa e kam numre bregve. E di patronazhistë, po lërë se ti identifikojnë se ku është halli lushje. Që të vinë, ato me staf kullu ambulancë, dhe një ambulancë aty e sollën ambulancë me gjithja prap donacion. Dhe ambulanca verë dhe lushjes, me motor digur i bet motor këtu, tur. Po edhe krevatet e urgjencës i sollën donacion kisha tur për ju. Që vini dhe inauguroni me kishës në xhamia çaj u fal. Tur të gjërët që ka varrit ky shtet. Keni një drejtar, po losni me bukën e kalamajve të njerëzve patronazhistë që kanë ngel Shqipëri. Se tjetë kur kishte 2 fare të katë iku. Iku mëse nuk rrihet me të vend, se ku të smoret kalamaj, unë di mbi 10 veta që kanë ikë në Romë, te babini Gjezu. Për hap me emra bëtoni, dhe patronazhistë. Dikur. Mësus, shkatrun jetën, ikën, se nuk bënin dordërman në Shqipëri. Dhe këta e dini ju fakt, e dini gjithë. E dini më gjithë. Dhe kjo është turë më burë. Po të paktën, kërkoni falje. Paktën thuaj, do të bëjmë. Do të bëjmë një në fund viti, po këtë jetë do të bëjmë fund viti. Po që kemë venë atyre për në bërë, edhe më të regon të mu humorin parlamentar. Po t'ju bën humor me jetën. T'ju bën humor me vdekjen. Edhe unë s'beka humor parlamentar, po ju keni kaq vite që talë bëthë më shqiptar. Edhe unë nuk beka humor, po çfarë do të bëjmë me ju? Çfarë do të bëjmë me ju, se njerëzit shkelin për ditë? Thjesht ju transmetoj ata që shkel për ditë robi lushje, ja transmetoj para ekranit. Asgjë më tepër. Dhe ju keni parë si është lushje. Hajde të lagjet atje në lushje që ju jeni gjithë atje, falin të Varreza. Edhe unë kam komandanti batalionit Dajnë më plakas atje. Për zvetë unë atje se është fest komuniste në majtë 50 vjetë. Dhe shish një me që nga fusin në Europë, ju që 50 vjetë a pikë gjakun, mua e familjes time. Po si mërë mu të bëni ju këta? Po më burre të një zdashkemi në integrimin. Europë skeptik të tjetëri. Qështë e Europë skeptik? Nga Europë skeptik? Po në për atë fjallë e lipa atë Europë skepticizmin kundra jush, se ishit ju kundër Europës dhe botës, u futën burgmër, bën vite. 39 vite tërnim vjerrim. E ti sa 39 vite tërnim apo jo? E s'ka marrë lekët akoma të tërnimit. 39 vite, o mi ka lini tërnimën nuk se ime. Ka që për ka që flisë ju tani. Po na fusin ju në Europë, si me na futin në Europë? Tu është me të futin në grop, jo në Europë. I kërkoni falje shqiptarve, i kërkoni falje lushjarve. Se jeni gjysma qeverisë. Ka qenë delegur dhe aty lushje dhe meriton respekt paktën për spitalin, paktën për atë tjera dhe tjera me radhë.